Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Gjë më e madhe që besimtari synon në këtë jetë është të fitojë dashurinë e Allahut të lartësuar. Vërtet, atë që Allah e do, ai ka fituar lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Ndërsa ai që privohet nga dashuria e tij ka pësuar një humbje të qartë dhe të madhe. Robër të Allahut, Allahu i lartësuar në librin e tij na ka sqaruar cilësitë e robërve që ai i do, që ne të stolisemi me to dhe të ecim në rrugën e tyre. Prej atyre që Allah i do janë bamirësit. Thot Allah i lartësuar, inna Allahe yuhibbul muhsinin. Vërtet Allah i do bamirësit. Ihsani, bamirësia, është qatë që të adhurash Allahun në mënyrën më të mirë, të kryesh veprat e bindjes me sinqeritet, duke kërkuar për sosmërinë dhe duke synuar kënaqësinë e Zotit tënd. Por ihsani nuk kufizohet vetëm me këtë, ai përfshin gjithashtu mirësjelljen dhe bamirësinë ndaj krijesave të Allahut, shfaqjen e moralit më të lartë në marrëdhëniet me njerëzit. Prej atyre që Allah i do, janë ata që pendohen vazhdimisht dhe ata që pastrohen. Thot Allah i lartësuar, inna Allahe yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Vërtet Allah i do ata që pendohen vazhdimisht dhe i do ata që pastrohen. Besimtari e shton pendimin, i pranon gabimet dhe mangësitë e tij dhe kthehet vazhdimisht tek Zoti i tij. Ai kujdeset gjithashtu për pastërtinë e jashtme dhe të brendshme, duke ruajtur nga papastërtitë e dukshme, të cilat janë fizike, dhe nga papastërtitë e fshehta, ato shpirtërore që ndotin zemrën, fjalët apo veprat e njerëzit. Besimtari pendohet për njollat e mëkateve që e kanë prekur dhe ruhet nga rënja përsëri në to, me shpresën se do të jetë prej atyre që Allah i do. Për atyre që Allah i do, janë gjithashtu të devotshmit. Allah i lartësuar thot, fe inna Allahe yuhibbu at-tawwabin. Dijeni se vërtet Allah i do të devotshmit. Devotshmëria është që të vendosësh mes vetës dhe dënimit të Allahut një mburoj mbrojtëse, duke zbatuar urdhrat e tij dhe duke u larguar nga ndalesat e tij. Besimtari i devotshëm përpiqet që t'i bindet Zotit në çdo gjë që ai ka urdhëruar dhe largohet nga çdo gjë që ai ka ndaluar dhe dhe përpiqet që të ruaj fjalët, veprat dhe qëllimet e tij. Kështu ai shpreson të fitojë dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Për atyre që Allah i lartësuar i do, janë durimtarët. Thot Allah i lartësuar, wallahu yuhibbu sabirin, dhe Allahu i do durimtarët. Durimi është një cilësi e domosdoshme në jetën e besimtarit. Me të ai qëndron i palëkundur në bindjen ndaj Allahut, largohet nga mëkatet dhe i përballon me besim dhe shpresë provat dhe fatkeqësitë. Pa durim, robi nuk mund të vazhdojë në adhurim dhe nuk mund të qëndrojë karshi epsheve dhe tundimeve dhe nuk mund të përballojë vështirësitë që has në rrugën e tij drejt Allahut. Prej atyre që Allah i do, janë ata që mbështeten tek Allah. Allah i lartësuar thot, inna Allahe yuhibbul mutawakkilin. Vërtet Allah i do ata që mbështeten tek ai. Mbështetja e vërtetë tek Allah është që njeriu t'i dorëzohet sinqerisht Allahut, duke pasur besim të plotë tek ai, ndërkohë që merr shkaqet e lejuara që Allah i ka dhënë në dispozicion për të realizuar punët e tij. Besimtari e di që shkaqet nuk japin rezultat vetëm me dëshirën e Allahut. Prandaj ai bën atë që i takon, pastaj ja dorëzon të gjitha çështjet e tij Zotit vet, i bindur se ajo që Allah ka zgjedh që ajo ka zgjedh për të është më e mira për të. Për atyre që Allah i do, janë të drejtët. Allah i lartësuar thot, inna Allahe yuhibbul muqsitin. Vërtet Allah i do të drejtët. Drejtësia është që të jesh i drejt në fjalë, në vepra, në gjykime. Besimtari i drejt i jep secilit drejtën që i takon, pa u ndikuar nga epshet, intereset personale apo ndjenjet e tij. Ai është i drejtë me familjen, me fëmijët, me të afërmit e tij dhe me të gjithë njerëzit. Kështu, drejtësia është një nga cilësitë më fisnike, me të cilat robi afrohet tek Zoti i tij
dhe meriton dashurinë e Allahut. Për atyre që Allah i dën janë ata që pastrohen vazhdimisht dhe pa ndërprerje. Thot Allah i lartësuar, inna Allaha yuhibbul mutahhirin. Vërtet Allah i dë ata që pastrohen vazhdimisht dhe pa ndal. Ata janë që kujdesen për pastërtinë e jashtme dhe të brendshme, ruhen nga papastërtitë materiale që prekin trupin, ashtu siç pastrojnë zemrat e tyre nga mëkatet, dëshirat e këqija, syefacia, hipokrizia, zilia dhe çdo gjë që e largon njeriu nga Allah i lartësuar. Pastërtia e trupit dhe pastërtia e zemrës janë ndër shkaqet që i mundsojnë robit të meritojë dashurinë e Zotit tij. Robët e Allahut, kur robi bashkon ihsanin, bamirësinë, pendimin, pastërtinë, devotshmërinë, durimin, mbështetjen tek Allah dhe drejtësinë, ai bëhet prej atyre që Allah i dë. Dhe kë Allah e dë, ai e udhëzon, e ruan nga humbja, e mbron në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe nderon me afërsinë, kënaqësinë dhe mëshirën e tij. Lutim Allahun që të na bëj prej bamirësve, prej atyre që pendohen sinqerisht dhe pastrohen, prej të devotshmëve, durimtar dhe prej atyre që mbështeten tek Allah duke qenë të drejtë. Lutim Allahun që të na dhurojë dashurinë e tij dhe dashurinë e atyre që ai do. Vërtet, Allahu subhanahu wa taala është zotruesi kësaj kërkese dhe i plot fuqishëm për ta realizuar atë.